Shkaku i temperaturave të ulta, periudha e ngrohjes në Tetov ka filluar tani e një muaj. Ndërsa bashkë me këtë edhe ajri në Tetov dhe rrethin gjithnjë e më shumë është i ndotur. Të dhënat për kualitetin e ajrit thonë se Tetova është në kufirin e lejuar të cilësisë së ajrit. Nga shoqatat jo qeveritare thonë se Tetovës i mungon një plan aksionar ekologjik, i cili do të duhet të bëhet çdo 5 vjet, ndërsa sipas tyre në Tetov planet vjetore bëhen sa për sy e faqe. Çdo komunë tjetër në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ashtu edhe komuna jone ka për obligim që të ketë planin aksionar ekologjik, e cila duhet të renovohet çdo 5 vjet, fatkeqësisht ne nuk e kemi atë. Në bazë të planit aksionar bëhet edhe programi vjetor, në bazë të nevojës dhe në bazë të problemeve që i ka qyteti. Mirë po fatkeqësisht edhe këto procedurat bëhen për programe vjetore bëhen vetëm sa të kalon në procedura ligjore, sa të plotësohet nevoja ligjore, por fatkeqësisht në terren nuk tregohet. Sendi më i thjeshtë që mund të bëhet dhe duhet të bëhet është pikërisht të fillojnë me larjen e rrugëve, për shkak se problemet me PM 2.1, 2.5 momentalisht janë shumë më të koncentruara, janë shumë më të dashme se ajo që ishte më para me 2.10. Por nga komuna e Tetovës thonë se kanë afat veprimi për periudhën nëntor 2025-mars 2026, ku komuna është duke marrë edhe aktivitete të tjera të ndryshme. Inspektorati Komunal i Ambientit të Komunës së Tetovës, në përputhje me planet dhe rekomandimet për masat afatshkurte për ajër të pastër, do të shtojë aktivitetet në terren gjatë periudhës së sezonit të ngrohjes. Gjatë javëve në vijim, inspektoratet komunal do të kryejnë kontrolla më të shpeshta në të gjitha ndërmarrjet që përfshin fabrikat për prodhimin e mobiljeve, punëtorive të ndryshme, automekanikave. Sigurisht që qëllimi kryesor është kontrollimi i mënyrës së funksionimit të pajisjeve të filtrimit dhe respektimi i obligimeve të mbrojtjes së ambientit. Nga komuna e Tetovës thonë se ata tashmë edhe kanë dalë në terren për të parë nëse punëtorit janë duke shfrytzuar goma dhe vajra të djegur, ndërsa nëse hasin gjëra të tilla do të ndërmarrin edhe masa ligjore.